Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar përgatitjet intensive për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme në 6 bashki përfshirë edhe kryeqytetin. Kryekomisioneri Lirian Celibashi bëri të ditur se shpenzimet parashikohen mbi 300 milion lek, duke përfshirë personelin, logjistikën dhe sistemin e votimit elektronik. Celibashi sqaroi gjithashtu se Komisioni Qendror Zgjedhor nuk mund të vlerësoj apo kontestoj vendimet ligjore të presidentit apo të Këshillit të Ministrave për shpalljen e datave zgjedhore. Një muaj përpara zhvillimit të zgjedhjeve të pjesshme lokale në 6 bashkitë të vendit Tiranë, Vlorë, Tepelen, Mac, Rrik dhe Berat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur planifikimin e të gjithë procesit për të garantuar një mbarvajtje të rregullt. Në një konferencë për media, kryekomisioneri Lirian Celibashi bëri të ditur se shpenzimet paraprake për organizimin e këtyre zgjedhjeve arrin në 306 milion lek, duke përfshirë pagat e personelit angazhuar, identifikimin elektronik të votuesve dhe logjistikën e plotë të zgjedhjeve. Në një vlerësim paraprak që kemi bërë kostove të këtyre zgjedhjeve, duke përfshirë personeli që do të angazhohet, identifikimin elektronik dhe gjithë pjesën tjetër të logjistikës zgjedhore, kemi një vlerë të rreth 306 milion lek prafërsisht. Celibashi u ndal dhe te dekretet e shpadhura nga presidenti Bajram Begaj, duke sqaruar se roli i KQZ-s është ekskluzivisht organizimi teknik dhe administrativ i procesit zgjedhor. KQZ nuk mund të vërë në diskutim çfarë është zhvilluar nga çdo pikpamje, po natyrisht ligjore dhe kushtetuese, deri në daljen e dekretit. Detyra e institucionit KQZ-s është që të përgatisë procesin zgjedhor për të 6 bashkitë dhe nuk e ka fare të lejuar të vërë në diskutim dhe të debatojë nga çdo pikpamje vendimarrjet qoftë institucionit të presidentit Republikës apo dhe të Këshillit Ministra apo të ndonjë institucioni tjetër. Sipas Celibashit, fushata elektorale për të 6 bashkitë do të zhvillohet brenda një jave. Kemi parashikuar që fushata zgjedhore të zhvillohet nga data 1 nëntor deri në datën 8 nëntor. Ndër të tjera, Celibashi referuar aplikimit të votimit elektronik është shprehur se është akoma në fazë diskutimi, por që shihet si arsyeshme për të aplikuar votimin elektronik në zonën numër 10 të Tiranës. Maksimalisht mund të jetë përsëri zona njësja numër 10 në Tiranë. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Sali Berisha u shpreh kritik ndaj vendimit të presidentit të Republikës Bajram Begaj për shpalljen e datës së zgjedhjeve të Tiranës, ndërkohë që çështja e shkarkimit të Erion Veliajt po shqyrtohet nga gjykata kushtetuese. Berisha e përshkroi dekretin si një akt të turpshëm dhe akuzoi kreun e shtetit se po fshihet pas këshilltarit të tij, ish-ministrit Ilir Rusmaili, duke quajtur presidentin skllav të krimit. Kryeministri i vendit Edi Rama së bashku me ministren e Brendshme Albana Koçiu dhe ministren e Drejtësisë Besforgj Lamadari njoftuan sot një paketë masash për forcimin e kontrollit mbi territorin dhe ndëshkimet e ndërtimit palishëm, duke përfshirë këtu dhe krijimin e një liste të zezë dhe rregulla strikte për përdorimin e objekteve të papërfunduara. Kryeministri i vendit Edi Rama në konferencën e sotme për mediat prezantoi një paketë remasash për mbrojtjen e hapësirave publike dhe zbatimin ligjor të lejeve të ndërtimit. Në fokus është lufta kundër ndërtimeve të palishme dhe shkeljeve të ligjit nga individ, kompani dhe zhvillues. Një nga ndryshimet kryesore është krijimi një liste së zezë ku do të regjistrohen të gjithë ata që shkelin ligjin. Lista e zezë do të përfshi zhvilluesit, do të përfshi shoqëritë, do të përfshi individët që kanë shkelur ligjin, përfshirë administratorët, ortakët, pronarët përfitues që do të përjashtohen nga çdo mundësi për të marrë leje ndërtimi për një periudhë 5 vjeçare. Dhe kjo listë do të mbahet dhe do të përditësohet nga sekretariati teknik i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe të Ujit dhe do të jetë një regjistër publik i aksesueshëm në faqet elektronike nga të gjithë. Dhe gjithë ky proces ndalimi do të thotë që nëse një subjekt ka kryer punime në kundërshtim në shkelje të lejes së miratuar nga organi kompetent, Rama njoftoi gjithashtu se nuk do të lejohet më hyrja e qytetarëve në banesa të papërfunduara, pa marrë certifikatën e përdorimit dhe pa u pajisur me hipotekë. Nuk do të lejohet më që në godinat, pallatet pa certifikat përdorimi të lidhet ujë dhe të lidhen dritat. Nuk do të lejohet më.
Ndryshimet e ligjit për inspektimet dhe mbrojtjen e territorit parashikojnë që shkeljet e konstatuara nuk do të ndalen nga vendimi i pezullimit të gjykatës në rast të ankimimit. Rama shpjegoi se ky ndryshim është i nevojshëm për të mbrojtur interesin publik dhe nuk ka qëllim të dëmtojë procedurat ligjore. Anatemim publik, po ky që po them unë nuk është anatemim publik. Më fal, lere strukturat. Ky që po them unë nuk është anatemim publik. Kjo është shkelje haptazi e ligjit. Është shkelje haptazi e ligjit, këtu nuk kemi çfarë diskutojmë fare. Dhe është e vetmja mënyrë që unë kam gjetur, e di shumë mirë atë që thua dhe jam dakord. Nuk është normale, nuk është fare normale, pa diskutim. Po çat bëj unë tani, ma thuaj. Si t'ja bëj unë? Çat pres unë? Pres inspektorin e lartë drejtësisë, atë të pres që amniston në tavolinë gjelin e thethit dhe gjën më flagrante, që është mos fillim, që shpall mos fillimin e çështjes pa e hyrë fare të fakteve. Kryeministri shtoi se inspektorët e territorit që shkelin detyrën do të përballen me largim të menjëhershëm nga detyra dhe kallëzim penal, duke siguruar që zbatimi i ligjit të jetë rigoroz dhe pa kompromis. Është largimi nga detyra, largimi menjëhershëm nga detyra dhe kallëzimi penal për të gjithë inspektorët në rastet kur konstatohet mos vënie në dukje e shkeljeve. Rama gjithashtu nënvizoi se debatet që sërojnë parimin e funksionimit të një shteti demokratik janë të papranueshme, duke lidhur me masat me synimin e Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi vendimin e presidentit Bajram Begaj për dekretimin e zgjedhjeve në Tiranë, duke e cilësuar aktin si të turpshëm dhe duke akuzuar presidentin se fshihet pas këshilltarit të tij juridik. Megjithatë, Partia Demokratike konfirmoi se do të marrë pjesë në zgjedhjet e 9 nëntorit. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Sali Berisha u shpreh kritik ndaj vendimit të presidentit të Republikës Bajram Begaj për shpalljen e datës së zgjedhjeve të Tiranës, ndërkohë që çështja e shkarkimit të Erion Veliajt po shqyrtohet nga gjykata kushtetuese. Berisha e përshkroi dekretin si një akt të turpshëm dhe akuzoi kreun e shtetit se po fshihet pas këshilltarit të tij, ish-ministrit Ilir Rusmaili, duke quajtur presidentin skllav të krimit. Më thoni ju më pak. Në të drejtën kushtetuese, ose në parimësi, njeriu më përgjegjës për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese është presidenti i Republikës. Kushtetuta austriake ose duhet vazhdojmë betejën e këtë hapësirë që kemi, ose duhet largohemi nga kjo hapësirë dhe të kalojmë me metoda tjera. Megjithëse Partia Demokratike konsideron se dekreti bie ndesh me kushtetutën, Berisha theksoi se opozita do të marrë pjesë në zgjedhje duke shmangur çdo mundësi bojkotimi. Ndaj edhe ne qëndrojmë edhe në këtë hapësirë të kufizuar, që Dirama e ngushton në mënyrën më të turpshme. Së pari, duke emëruar, thash, ne nuk bojkotojmë. Jo, edhe unë jam i bindur se akti më i thjeshtë është bojkoti. Akti më i vështirë është vazhdimi i betejës, në atë hapësirë që ke, ne këtë do bëjmë. E Dirama do festonte nëse ne do bojkotonim, por ne nuk do japim atë kaqësi atij. Ne do ta luftojmë atë çdo orë, çdo ditë, kudo që të jetë. Gjithashtu komentoi kandidatët që kanë dalë deri më tani për kryeqytetin, Edira Xhepani, Florian Haçkaj dhe Ermal Hasimja, duke shmangur të japë mbështetje të hapur për ndonjërin prej tyre. Por ne kandidatura kemi të pakrahasueshme me korbën e Covidit dhe ne nga gara nuk tërhiqemi. Tani unë i rezervoj vetes të drejtën që të mos prononcohen, po merren strukturat, po merren me këtë dhe Partia Demokratike do paraqes kandidat më të mirë. Për të procesit zgjedhor, Berisha kritikoi edhe kryeministrin Edi Rama për sjelljen e tij në samitin ndërkombëtar, duke përqeshur veçanërisht krahasimin e Ramës ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Mediat amerikane publikuan dje fotot e ish kryeagentit zbulimit Shteteve të Bashkuara me Gonigal në zyrë me Ramaduro, në kohën kur ai bënte gjaun kundër presidentit Trump dhe bashkëpunëtorëve të tij në vitin 2017. Do të ecim me të tjera zhvillime. Policia e Tiranës ka identifikuar dhe vënë në pranga autorin e dyshuar të vrasjes së 40 vjeçarit Hajdar Ismail Geci, i gjetur i pajet pranë shkollës Azem Hajdari në Babru. 38 vjeçari Arlin Demushi u lokalizua në Durrës, ku ju sekuestruan dhe veshjet që kishte përdorur gjatë kryerjes së krimit. Hetimet paraprake tregojnë se ngjarja ndodhi pas një konflikti banal mes viktimës dhe autorit, të dy nën efektin e alkoolit.
Policia e Tiranës ka arritur të zbardhë brenda pak orësh vrasjen e rëndë të ndodhur mbrëmjen e së njëjtës në Babru, ku u gjeti vrarë me thik 40 vjeçari Hajdar Ismail Geci. Autori dyshuar Arlind Demushi, 38 vjeç, u arrestua pas një operacioni të shpejtë të forcave të rendit të mbështetura edhe nga forcat operacionale në një banesë në Durrës ku ai ishte fshehur. Në momentin e arrestimit, autoritetit gjetën një çantë me veshjet që Demushi kishte përdorur gjatë kryerjes së krimit. Burimet nga grupi hetimor bën të ditur se ai ndodhej ende në gjendje të gjë që ka bërë që dëshmia e tij të mos merret menjëherë. Sipas hetimeve paraprake, viktima dhe autori ishin parë edhe ditë më parë në shoqërinë e njëri tjetrit. Natën e krimit, ata kishin konsumuar pijak alkolike së bashku në një lokal. Më pas kishin dalë jashtë dhe ishin përfshirë në një debat për shkaqe të parëndësishme, i cili ka degeneruar në dhunë. Në gjendje të dehur, Dermushi ka qelluar Ismail Gecin me thik, duke i shkaktuar plagë të rënda që rezultuan fatale. Pas krimit, ai është larguar me nxitim nga vendi i ngjarjes. Pamjat e kamerave të sigurisë ndihmuan policinë të identifikojnë shpejt autorin, i cili pak minuta më vonë u pa nga banorët në një lokal rreth 300 metra larg vendit të ngjarjes, ende me një llagjaku në rroba. Pasi qëndroi pak aty, ai u largua duke humbur gjurmët, por u lokalizua në Durrës brenda disa orësh. Ndaj tij rëndojnë akuzat për vrasje me dashje dhe prodhim mbajtje, blerje apo shitje e lejeve armëve të ftohta. Hetuesit po vijojnë punën për të marrë dëshminë e autorit dhe për të hedhur drejtën mbi të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë që ka tronditur komunitetin e Babrus. Prokuroria e Tiranës në bashkëpunim me Eurojust ka goditur një rrjet të gjerë kriminal të trafikut të qenieve njerëzori që shtrihet nga Amerika Latine deri në Shqipëri. Sipas hetimeve, vajzat e rekrutuara nga Kolumbia dhe vendet e Azisë Qendrore silleshin në Tiranë, ku shfrytëzoheshin për prostitucionin, kërcënim dhe dhunë. Janë ekzekutuar 19 masa sigurie në Shqipëri e Kolumbi, ndërsa 3 persona të tjerë janë shpadur në kërkim dhe 48 vajza po procedohen penalisht. Një operacion i koordinuar mes Prokurisë së Tiranës dhe Eurojustit ka zbuluar një nga rrjetet më të mëdha të trafikut ndërkombëtar të qenieve njerëzore me destinacion Shqipërinë. Hetimet disa mujore kanë treguar se grupi kriminal rekrutonte vajza kryesisht nga Amerika Latine dhe Azia Qendrore, të cilat më pas transportoheshin drejt Tiranës për t'u shfrytëzuar për prostitucion. Në total, autoritetet kanë ekzekutuar 19 masa sigurie mes Shqipërisë dhe Kolumbisë, ndërsa 3 persona janë shpadur në kërkim, ndërkohë për 48 vajza të përfshira është regjistruar procedim penal në gjendje të lirë. Hetimet kanë identifikuar si organizator kryesor shtetasin shqiptar me iniciale LB, 25 vjeç, i cili u arrestua në Kolumbi. Ai kishte marrë përsipër rekrutimin e vajzave, organizimin e udhëtimit të tyre drejt Shqipërisë, si dhe sigurimin e akomodimit në Tiranë. Prokuroria thotë se viktimat mbaheshin në presionin e kërcënimeve dhe në rast të refuzimi, ato apo familjarët e tyre në Kolumbi përballeshin me dhunë e kanosje. Në skema ishin përfshirë edhe persona të tjerë në role të qarta. Shtetasi me inicialet DS ndihmonte në sigurimin e kushteve logjistike dhe menaxhimin e rrjetit, ndërsa shtetasi me iniciale KP merrej me mbledhjen e të ardhurave të përfituara nga prostitucioni dhe transferimin e tyre në llogaritë e shtetasve LB përmes kriptovalutave, duke bërë të vështira gjurmimet financiare. Prokuroria ka dokumentuar gjithashtu se një tjetër i përfshirë, shtetasi me iniciale IG, kishte përshtatur një hotel në rrugën Reshit Çollaku në kryeqytet, ku vajzat e trafikuara detyroheshin të ushtronin prostitucion. Ky ambient ishte kthyer në një qendër kyçe të aktivitetit kriminal, ndërsa klientët siguroheshin përmes rrjeteve të mbyllura komunikimi. Autoritetet shqiptare nënvizojnë se hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë të rrjetit dhe identifikimin e lidhjeve të tjera ndërkombëtare. Ky rast shihet si një goditje e rëndësishme ndaj grupeve që shfrytëzojnë Shqipërinë, synie të trafikimit ndërkombëtar të qenieve njerëzore. Gjykata e posaçme la në fuqi masën e sigurimit personal arrest në burg për Kristi dhe Aleksandër Bushgjokaj, të dyshuar për përfshirjen në rrëmbim dhe vrasjen e 22 vjeçarit Renis Dobra në Burrel. Dosja e 4 pandehurve që më parë ishte në kompetencë të gjykatës së Dibrës ju transferua Spakut për shkak të dyshimeve se krimi u krye nga një grup i strukturuar kriminal. Pas seancës së sotme në gjykatën e posaçme u konfirmuan se 2 vëllezërit Kristi dhe Aleksandër Bushgjokaj do të qëndrojnë në arrest për shkak të rrezikut të arratisjes dhe për të garantuar vijimin e hetimeve. Të tjerët e përfshirë në këtë ngjarje, Petrit Çakrej dhe Fatjon Bushgjokaj, nuk u paraqitën sot para gjykatës. Ngjarja e rëndë që tronditi Burrelin ndodhi kur Renis Dobra, 22 vjeç, u rrëmbye dhe u mbyt me litar. Trupi i tij u gjet pranë lumit të Shkopetit, ndërsa makina e tij ishte hedhur në ujë. Hetimet e para të policisë dhe Spakut
treguan se motivi dyshuar për krimin lidhej me prishjen e pazareve të drogës. Sipas hetimeve, vëllezërit të Buzhgjokaj dhe Petrit Çakri kishin planifikuar çdo detaj të krimit për të mos lënë gjurmë. Ata përdorën makina të ndryshme me qira për 3 ditë rresht, duke i marrë në pika të ndryshme, si Rinas dhe Yzberisht, dhe tentuan madje të heqin GPS-in, automjetit për të shmangur gjurmimin nga autoritetet. Përmes pamjeve të kamerave të gjurmimit të GPS-it, policia arriti të dokumentojë çdo lëvizje të dyshuarve, duke siguruar prova të forta për hetimet. Vëllai më i vogël, Aleksandr Buzhgjokaj, dyshohet se pas kryerjes së krimit ka ndihmuar në largimin e të vëllait të tij drejt Kosovës. Avokati i mbrojtës ka argumentuar se kanë kaluar afatet ligjore pas transferimit të dosjes nga gjykata e Dibrës së Spakut, por gjykata vendosi të mos ndryshojë masën e sigurisë. Genc Maloku, babai të ndjerit Andi Maloku, rrofeu para gjykatës së posaçme se djali i tij e kishte telefonuar menjëherë pas atentatit të 1 nëntorit 2019 te mbikalimi i Shkozetit në Durrës. Sipas tij, Andi sapo kishte nisur punë si shoferi i ish prokurorit Arjan Doja dhe ishte duke udhëtuar me Aleksandr Lahon, të njohur ndryshe si Rumi Shiakut, kur makina u shëllua nga plumbat. Babai i viktimës së atentatit 1 nëntor 2019 në Durrës, Genc Maloku, ka dhënë sot para gjykatës së posaçme rrëfimin e tij të plotë mbi momentin pas plagosjes së të birit Andi Maloku. Ngjarja ndodhi pranë mbikalimit të Shkozetit, ku makina e tij u qellua me armë zjarri, teksa po udhëtonte bashkë me Rumin e Shiakut dhe ish prokurorin Arjan Doja. Sipas dëshmisë së babait, Andi e kontaktoi menjëherë pas sulmit për t'i treguar situatën e rëndë. Ai theksoi se djali i tij, i cili më parë kishte punuar si kamarier, kishte vetëm 1 muaj që ishte angazhuar si shofer i prokurorit Ndoja. Ditën e ngjarjes, djali më telefonoi dhe më tregoi gjithçka që kishte ndodhur. Më pas i shkova ish prokurorit Ndoja për të mësuar pse e vran, por nuk mora përgjigje. Rrëfeu Genc Maloku. Sipas tij, informacioni mbi autorët erdhi më vonë nga Aleksandr Laho, i njohur si Rumi i Shiakut, i cili tha se atentati kishte qenë i porositur nga Plaurent Dervishaj. Babai i të ndjerit deklaroi gjithashtu se rajat kishin dërguar njerëz në shtëpinë e tij për t'u siguruar se nuk do të kishte hakmarrje, të paktën derisa të sqarohej situata. Genci Maloku përshkroi gjithashtu gjendjen emocionale të tij dhe familjes pas atentatit dhe pas telefonatës me të birin, duke treguar frikën e vazhdueshme për sigurinë e tyre dhe tensionin që mbizotëron ato orë. Ngjarja tronditi qytetin e Durrësit dhe u bë objekt i hetimeve intensive, ndërsa dëshmia e babait të viktimës është një pjesë kyçe për ndjekjen e autorëve dhe zbardhjen e plotë të skenës kriminale pas atentatit. Prokuroria e posaçme ka zbardhur dinamikën e vrasjes së Edmir Bregut në vitin 2021 duke i lidhur ngjarjen me grupin e Avdylajve. Astrid Avdylaj akuzohet si porositës, Enea Kume si koordinator, ndërsa ekzekutorët janë identifikuar si Ermir Dedja dhe Alfred Dako. Njëri prej tyre, Dedja, u ekzekutua në maj të këtij viti në një atentat në Durrës, duke hapur pistën e hakmarrjes mes grupeve rivale. Pas seancës së sotme në gjykatën e posaçme u konfirmuan se 2 vëllezërit, Kristi dhe Aleksandr Buzhgjokaj, do të qëndrojnë në arrest për shkak të rrezikut të arratisjes dhe për të garantuar vijimin e hetimeve. Të tjerët e përfshirë në këtë ngjarje, Petrit Çakri dhe Fatjon Buzhgjokaj, nuk u paraqitën sot para gjykatës. Ngjarja e rëndë që tronditi Burrelin ndodhi kur Enis Dobra, 22 vjeç, u rrëmbye dhe u mbyt me litar. Trupi i tij u gjet pranë lumit të Shkopetit, ndërsa makina e tij ishte hedhur në ujë. Hetimet e para të policisë dhe Spakut treguan se motivi dyshuar për krimin lidhej me prishjen e pazareve të drogës. Sipas hetimeve, vëllezërit të Buzhgjokaj dhe Petrit Çakri kishin planifikuar çdo detaj të krimit për të mos lënë gjurmë. Ata përdorën makina të ndryshme me qira për 3 ditë rresht, duke i marrë në pika të ndryshme, si Rinas dhe Yzberisht, dhe tentuan madje të heqin GPS-in, automjetit për të shmangur gjurmimin nga autoritetet. Përmes pamjeve të kamerave të gjurmimit të GPS-it, policia arriti të dokumentojë çdo lëvizje të dyshuarve, duke siguruar prova të forta për hetimet. Vëllai më i vogël, Aleksandr Buzhgjokaj, dyshohet se pas kryerjes së krimit ka ndihmuar në largimin e të vëllait të tij drejt Kosovës. Avokati i mbrojtës ka argumentuar se kanë kaluar afatet ligjore pas transferimit të dosjes nga gjykata e Dibrës së Spakut, por gjykata vendosi të mos ndryshojë masën e sigurisë. Kryebashkiaku i Partisë Socialiste në Vaun e Deës, Kristian Shkreli, është marrë i pandehur nga prokuroria e posaçme për dyshim se ka bler vota në zgjedhjet parlamentare të 11 majit në favor të PSD-s të Tom Doshit. Sipas PAK, bashkë me Shkrelin janë të përfshirë dhe 3 persona të tjerë, ndërsa hetimet kanë përfshirë sekuestrimin e telefonave celular dhe kontrollin e materialeve të tjera që lidhen me dyshimin për shitblerjen e votave.
Kristian Shkreli, kryebashkiaku socialist në Vaun e Deos, u paraqit sot në ambientin e prokurisë së posaçme, ku ju komunikua zyrtarisht akuza për korrupsion zgjedhor. Hetimet e SPAK-ut lidhen me dyshimet se Shkreli ka ofruar para ose favore të tjera për të siguruar vota në favor të PSD-s gjatë zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Përveç kryebashkiakut, 3 persona të tjerë janë në hetim në kuadër të këtij rasti, duke përfshirë eksponent të tjerë lokal të PSD-s, të cilëve u janë sekuestruar celularët dhe u janë kontrolluar dokumentet që mund të provojnë përfshirjen e tyre në veprimtari të dyshuara kriminale. Në muajin maj, pas dyshimeve të para, gjykata e posaçme e Shkodrës ka urdhëruar sekuestrimin e celularit të Shkrelit, si dhe ushtrimin e kontrolleve të tjera të nevojshme për hetimin. Sipas burimeve nga SPAK, hetimet janë pjesë e një operacioni më të gjerë që synon të dokumentojë shitblerjen e votës në qarkun e Shkodrës dhe të zbartë të gjithë rrjetjen e përfshirë. Rasti ka marrë jehon edhe për shkak të kritikës së hapur që kryeministri Edi Rama i bëri Shkrelit një javë para zgjedhjeve, duke i thënë Kristian mos luaj me dy porta. Kristian, një koment që sipas analistëve pasqyron shqetësimin e qeverisë për ndërhyrje të mundshme në procesin zgjedhor. SPAK ndërkohë pritet të vijojë hetimet intensive për të përcaktuar nëse ka pasur manipulim të votave dhe për të ndjekur ligjërisht të gjithë personat e përfshirë. Ish deputeti Jurgis Xhyrbia do të gjykohet me procedurë të shkurtuar pas arrestimit të tij për akuzat e korrupsionit aktiv në zgjedhje, përkrahjes së krimit dhe nxjerrjes së sekretit hetimor. Vendimi i GKK-s i hap rrugën uljes së mundshme të dënimit me 1/3 në rast se akuzat do të provohen. Seanca e ardhshme pritet në 20 tetor, ku SPAK do të lexojë konkluzionet përfundimtare. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën e ish deputetit socialist Jurgis Xhyrbia për gjykim të shkurtuar. Xhyrbia i arrestuar në 20 tetor 2024 akuzohet për 3 vepra të rënda penale: korrupsion aktiv në zgjedhje, përkrahje e autorit të krimit dhe nxjerrje e sekretit hetimor. Sipas dispozitave ligjore, procedurat e shkurtuara japin mundësinë të përfitojë një ulje të dënimit me 1/3 nëse akuzat e ngritura nga SPAK vërtetohen. Seanca e radhës është caktuar me 20 tetor në orën 13, ku prokuria e posaçme do të jap konkluzionet përfundimtare lidhur me dosjen e kaluar për gjykim e 15 shtator. Sipas hetimeve, Xhyrbia dyshohet se ka pasur lidhje të drejtpërdrejta me të shumë kërkuarin Altin Hajri, të cilën e ka premtuar mbështetje dhe ndikim në këmbëdim të sigurimit të votave. Në këtë skemë janë përfshirë edhe persona të tjerë, mes tyre Ahmet Masha, i arrestuar bashkë me Xhyrbian, ndërsa Hajri vijon të jetë në kërkim me akuza të rënda mbi rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës në vitin 2020. Jurgis Xhyrbia, i cili ka shërbyer si deputet i Partisë Socialiste në 2 legjislatura dhe dorëheqjen e tetor 2024, pak ditë para përfundimit të hetimeve të SPAK, tashmë ai përballet me drejtësi një proces që pritet të tërheqë vëmendjen publike për shkak të ndërlidhjes së akuzave të korrupsionit me element të krimit të organizuar. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 4 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa, duke sjellë mot kryesisht të vranët dhe rreshje të dobëta herë pas here më të pranishme në zonat verilindore dhe lindore. Në ulësirën perëndimore pritet mot me vranësira të dendura dhe intervale të shkurtra kthjellimi. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 deri në 7 orë diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 5 deri në 7 metra për sekond. Në Bregdet mund të arrijë deri në 8 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 4 tetor 2025 pritet të jetë mesatar 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 4 tetor do të jetë rreth orës 06:33 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë. Shkodër 11 deri në 16 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 16 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 10 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 15 gradë Celsius.
Berat 9 deri në 16 gradë Celsius. Korç 6 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 14 gradë Celsius. Sarand 11 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 4 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta duke sjellë mod kryesisht të vrana dhe reshje shiu. Në zonat malore mbi 1000 metra priten reshje bore të lehta. Reshje do të jenë më të pranishme në orët e paradites, ndërsa pasdite pritet mod kryesisht me vranësira të dendura. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 3 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 4 tetor 2025 pritet të jetë i ulët 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 4 tetor do të jetë në orën 06:29 minuta, ndërsa perëndimi në orën 18:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës. Mitrovica -1 deri në 2 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 2 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 2 gradë Celsius. Pej 0 deri në 3 gradë Celsius. Prishtinë -1 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 3 gradë Celsius. Malishev -1 deri në 2 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 2 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 2 gradë Celsius. Kaçanik -1 deri në 2 gradë Celsius. Suhare 0 deri në 3 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 3 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.